Gjykata e Tiranës vendosi masën 60 ditë burg për Eles Hysen, i dyshuar si një nga autorët e grabitjes së argjentarisë të shtunën në Kamës. Brenda këtij afati, prokuroria duhet siguroj prova shtesë që implikojnë të riun në vjedhjen me armë. Në praninë të avokatit, ai ka pretenduar se nuk ka lidhje me ngjarjen, duke treguar se banesa e tij me argjentarinë ndodhet shumë larg. Banesa ime me vendin ku ka ndodhur ngjarja është 47 kilometra larg, pasi jetoj në malsinë e Krujës. Motori im nuk ka përmasat e mjetit të përdorur nga autorët. Dalimi i tij u krye në ndryshime se gjatë kontrollit të banesës ju gjetën veshje të ngjashme me ato të përdorura në krim, pjesërisht të djegura, dhe kuti boje që përkonin në ngjyrën e motorit, i cili ishte lyer për të mos u identifikuar. Zbulimi i banesës erdhi nga vëzhgimi i kamerave të sigurisë për itinerarin që u ndoq pas largimit nga argjentaria. Pamjet e çuan policinë drejt zonës ku banonte Elezi. Nga të dhënat, rezulton se 22 vjeçari është me precedent penal në kultivimin e lëndëve narkotike. Policia ka identifikuar dhe autorin tjetër të dyshuar dhe po punon për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Nga hetimi paraprak rezulton se argjentaria Roy në Kamës janë marrë 70.000 florinë e serb. Siç tregojnë edhe pamjet, autorët parkojnë motorin para argjentarisë dhe njëri me çekiç dhe tjetri me armëzjarri futen brenda ku marrin bizhuteritë. Grabitja ndodh në më pak se 1 minutë, ku ato largohen me motorin e parkuar para dyqanit, duke marrë rrugën drejt fushkrujës.